Gati penaltit mi, rikthehemi në Real Arsenal, aplikacioni më i ri së bashkë Pro League Soccer është. Nuk e bajmë mend emrin, pita shikojmë. Quhet Pro League Soccer, aplikacioni që merr me penaltit dhe çdo gjë. Ky është aplikacioni që do të shërbejë për penaltit për përcaktuar fituesin mes Real Madrid dhe Arsenal. Djes për videon që sa po iku, do të postoj 2 video në atë ditë në YouTube. Së bashku dhe me ndeshjen tjetër mes Inter dhe Bayern Munich. Pagën do si ka kjo, 3-0 desha parë, 3-0 tani, 3-3 rezultat përgjithshëm, kush do të fitojë penalti? Shumë interesante. Courtois dhe Raya do të jetë vetëtar me këto ndërhyrje. Arsenali ka përsipër penaltinë e parë dhe pritet të jetë pikërisht Bukayo Saka. Saka, gode Saka, realizon Arsenali. Bukayo Saka, goditja parë perfekte. Shooter Santani, penalti Viniciusit. Vinicius se ka pritur Raya, penalti nuk e shënon. Vinicius Junior, tani është Saka. Saka dhe travers. E çon travers Saka. I pa fat. Rodrigo Goes. Rodrigo Barzorali, Rodrigo, perfekt. Të shohim tani Gabriel Martinelli realizon, i sakt është, e ndëshkon Courtois. Tani penaltin e kaj Kylian Mbappé, vartë shumë. Mbappé, 2-2, shënon, Mbappé. Tani ka Leandro Trossard, i cili është fundë lojë, Trossard, shënon Trossard, 2-3 Arsenal. Sa e burë tani sfida, çdo penalti mund të kushtoj shtrenjtë. Jude Bellingham, Aglezi përballë David Rayas. Niset Bellingham, nuk shënon. David Raya. Gjithçka van nga ky. Martin Odegaard e çon jashtë, çfarë humbet Odegaard. Chouameni, i cili është aktivizuar dhe ai për këto penalti. Chouameni, Raya ka pritur. Nëse shënon ky lojtar Edouard Nwaneri, përvendosin Nwaneri, e çon jashtë. Tani e ka Rüdiger shënon 3-3 Reali. Vjojnë penaltit. Nuk ka të ndalur. Mikel Merino shënon 3-4 Arsenali. Tani gjithçka do të varga kjo penalti, kush do ta ketë? E pas ka Alaba, e ka David Alaba, varet shumë nga ai. Alaba, Raya! Ka pritur Raya! Heroi penaltive! Ka eliminuar Realin e Madridit me rezultatin 4-3 Arsenal, pavarësisht humbjes që mori në arkun e 90 minutave. 3-0 tek penaltit triumfojnë ata. 3-4 Real Madridi shkënjet, eliminohet nga UEFA Champions League, e pabesueshme. Çfarë bëhet? Me penalti Reali nuk është me fat. Me Atletico triumfoi me shumë fat, edhe me Arsenalin për pak mund të triumfon dhe për fati nuk ishte më ata. 3-4, penalti ekzekutuan dhe Arsenal dhe triumfues. Dhe do të sidoj Paris Saint-Germain Aston Villa. Real Madridi, një gjë është e sigurt. Nuk pritet tjetër Reali, skuadra kampione, po pritet që të kemi një kampion të ri. Shumë interesante. Lufta për titull kampion. Eliminohet një nga skuadrat më të forta dhe rekordmenët e Champions League-s, Real Madrid dhe Carlo Ancelotti. Miqi më ardhur në përfundim të sfidës për Steni Defredi dhe Ignacio me këtë emocione shumë të bukura, shumë të veçanta që përritoi kjo super si Real Madrid Arsenal bashkë me tu.